I am a police officer. Do you know a police officer? My name is Jack. Jack Sparrow. You. Sa bukur e flis ke anglishtën. Që të? E flet shumë bukur anglishtën. Që ke shqiptare ti vi? Po kujtova se që nga këto ndërkombëtare. E fake fare. Ti e kola, apo jo? A? Kola? Kol frakusha? Kol frakushi. Dora vet. Kurse ti duhet ishe Nida. Eneda Tarifa. Dora vet. Të kam ndjekur në top fest. E ke kapur pak lartë, o? Pak më poshtë, je shumë lartë, kape pak më poshtë. Pak a shumë ashtu. Rikta shqipa me reakcja mund këtu. Kujdes, ë? Vje shumë keq? Si lumir. Po më vje shumë keq. E ke gjithçka në kontroll. Po ja piti këta, e kam kontroll me jo. Se kam qenë komandante unë. E di. Ika. Të bëfsha kurban. Si the? Jo, thash, kur t'ikësh, ik, po ik me urban. Sa keq. Se? Sa keq mendova se më the t'u bëfsha kurban edhe mu bëj qefi. Megjithatë, Riqa trapi, Riqa budali, ala me gukoja, Iko, mi bëma gjithë njerë. Dua ti të gjojë e fort, a jeni mirë më? Apo këta që në sonte? A ju kështë marrë madhë për mua? A do një të vi prapë? 500 lek. E për ata që thanë jo, mos kujtoni se do me në 500 lek nga unë. Nejse, sa koka kaluar, përzoj, disa më kishe marrë mali, aq shumë koka kaluar, sa që hene fundi që isha këtu, landi ka pas flok të gjata, drejt këtu. E nejse, sot kam ardhur këtu se duhet ju të regoj se çfarë më ndodhi mua në 8 maj. Ishte data 8 maj. Ora 8:08 minuta. Më bie në celular një numër që mbaronte me 888. Edhe havon, alo? Alo, Gjaxhi Kosta? I kena gabim më shokë, thash, më dhe mbylla. Ku mbi prap ky numri? Kush je më shok? Ela qire Gjaxhi, Ela. O ti, Ela i thaqun, e pare kera gabim, dhe dyta ashtu i vet. Kur më morën për herë të tretë, e kapa unë se kush ishin. Ishin niprit e mi. Çunat e vllajt që jetojnë në Greqi e kanë qenë 91 s'kan ardhur asnjëherë këtu. Imagjino, kur gjithë shqiptarët hyn nëpër ambasada, këta budallit hypën nga mali. Se nga kanë gjatë kaq trash, nuk e di valla. Se di, po çfarë se bë? E nejse, në orën 8:08 minuta më thonë që janë në kufi. Ora 9:10 më bie dera shtëpisë. Kishin bën 190 kilometra për 1 orë 2 minuta. Ke Top News i jepte që banorët e Korçës, Pogradeci, Librazhdit, Elbasanit, Tiranës kishin pa një UFO që kalonte me shpejtësi. Hapa derën e shtëpisë, çat shifja. Ishin bë kaq ndej. Nuk e njihja më. Pa më pyet fare tash një kap, një të fut ke makina atyre me targa Xhaxhiçi. Edhe unë nisëm. I thash, po pyet nëse kishin Xhaxhi, kishin taku që kalamojt e mi, Recelin Kolinozi, se si keni njoftë, s'keni pasë. Kishta ku që këtë tanozmien, grunë time, se ka mërë mali. Xhaxhi, mos më rëzit, se i takojmë shëristi, ku të kthehemi prapë. Po mirë më Xhaxhi, ku po më qoni, thash, ku po më qoni? A dini ku më qonë, ma? A doni të dini ku më qonë, ma? 500 lek. Më quan në Himar. Nga Durrësi, deri në Lushnjë, nuk pasha si gjosi ishte rruga, se ishi të punu, se kam 5 vjetë për të shtru 50 kilometra. Po ajo malorja llogaras, aq e fort ishte, aq e modhe, sa që na u nxef makina që më firë, bërë. Por që se vëlla? Kur arritëm majtë llogaras, ma dha uria mua. I thashën, dë hapim kraun, tajnë i pilaf në i gjë kështu? Pse do hash pilafi ti? Po ne do hanë në deti peshki, e ndakshi. Mirë më Xhaxhi dush ti, leket e kam blok e shpia, unë s'ka gjë. Filloj disheza llogaras.
Filloj të më hyp një si afshë, si vapë. Thash të hap qik, po s'kishe dorez. Më thanë ata ke Chelsea, punë Chelsea, s'punot as Chelsea. Shof nga dritarja po nxirte ty makina. Afroj syrin më mirë, rrotat po nxirëshin xixha dhe vite era sjufur i djeg. Kur shof unë, po eci me 90 km/h. O gjaq, por është special më gjaq jemi me 90 km/h. Kur fillon të qesh ata. Nuk janë kilometra, janë milje në orë. Në atë qast, nga 3 vetar makinu bëm 4, se morën për para dhe i fshatar që shiste mjalt buzrugës. Unë i thoj ati fshatarit, a je mirë më, a je mirë? A i më vëtë, është mjalt të shumë i mirë. Në atë moment, një pim, një të nezë, fshirëse, iku fshatari. Thonë që është akoma gjallë. Thonë. Pastaj kalum, Dërmiu, vunoj, jala, i mara, u qarum, i mara, u këthëm rapsh. Arritëm një marë, parajs. Shtë të them, oret shtë të them. Aq i bukur ishe deti, sa që kur dolla nga uje kuptova që isha la me gjithë roba. Pa ma qyteti ishe, ku thret qameti, vetëm pleq. Vetëm pleq. Aq shumë pleq kishte i mara, sa që më shumë janë si qytet azil, si qytet turistik. Po që dhe bella, jo. Kur s'kalun as 5 minuta, të kenë ardhë 20 autobus me targa Xhaxhiqi dhe ata, edhe ndryshoj raporti moshës mesatare nga 86.2, shkoj në 25.3. U moshën gjithë hotelet, s'kishte mo as i vend. Shqyqyr gjetëm njoni që kishte shtëpi private, edhe ky nuk e qute më veten grek, sepse nuk jepe më shteti grek pension. Jam shqiptar, thote, mirë më rregull. Po edhe shtëpia ishte cop. Shtë të them, futemi brenda një televizor kaq, po kur hapa stacionet aty u llaftarisja fare. Stacionet ishin Bolano Channel, Bolano Plus, Bolano 24, po të shifje programacionin aty mu qaftoj fare. Në darkë, thonte, do ndjekim emisionin politik greqisht nga Bolano Gjunga. Pas kësaj, kemi reality show Big Bolano. Dhe në fund, kush do të bëhet bilioner? Darkë, qa ishte kësho. E nejse, në darkë e ram të flinin gjumë, kur na vjen ky pronari i shtëpis. Jo, mos u tremni shumë, se ka hyrë në shtëpi një mi. Unë i kam fiksimit. Po sa i madh është ky miu? Po i vogël kaq, tha. Pa i që ka vivla, i që ka dhejt për... Po vej qark, mire, vuri qarkun, kaloj ora 1, ora 2, ora 3, nuk po kërciste qarku. Lypi një si afsh, dole në koridor pash, qarku bosh. Edhe i zhjo këtë, o ti, pronari të shumë, po qarku bosh, po mire, se ka ngrën akoma, miu, tha. Po ti, vej qop salamit vogël, tha, vej. Vëri qëpë salami, thash, i taj miu. Të kisha unë salame e haja vetë. Gjone, po mi më vej qëpë djath kaçkavalli, thash, aty. Të kisha unë djath kaçkavalli e haja vetë. Po mi më vej kore buke, që te unë ty? Të kisha unë një kore buke e haja vetë. E, o lale, thashun, hape derën si do ngordi miu nga uria, lale. Shruvashi.